Sepse kjo, herdo kur do I çojë shqiptarët të vetëdijtësohen dhe ta kuptojnë një gjë. Se në vërtet në Maqedoni ata pa mos arritur edhe një zgjidhje territoriale nuk do mund kur kështu do lodhen. Do të shkohet një zgjidhje territoriale? Po, zgjidhja nëse nuk bëhet kantonizimi I Maqedonisë, ne nuk do të mund të faktorizojmë politikisht. Korrigjon nëse kam gabim, por Arben Xhaferi sa ishte gjallë, edhe Ljupço Georgievski ish kryeministri I Maqedonisë, patëm propozuar një federalizim të Maqedonisë. Ishte jashtë kontekstit politik të asaj kohë, për këtë arsye nuk ndodhja, pse s'ndodhe, pse mund të ndodhë në një tarë në kantonizimi I vendit? Në atë kohë, Maqedonia, unë ju thashë edhe herën e kaluar, u afrua shumë me Bullgarinë. Edhe filloi ma të ringjallet ideja se duhet edhe zgjidhje territoriale sa I përket dy etnive më të mëdha, do me thonë federalizim, kantonizim, si do e quajmë. Këtë qarqet për sërbe e panë se është afër realizimit, edhe çfarë bën? Ndodhi konflikti 2001-shit, edhe I ndërpreu këtë proces. Do ta përsërisë, nuk them që 2001-shën e kanë organizuar UDBA, siç thonë disa po sërbë. Mirë po ata e përdorën shumë mirë që Maqedoninë ta kthejnë atje ku ishte, ta kthejnë prapë në duart të jetë filiale politike sërbe. Edhe u ndërprej ai proces. Shqiptarët e Maqedonisë harrojnë, ne shqiptarët e Maqedonisë kemi pasur referendum për autonomi, referendum të organizuar edhe që kaloi, e harruam. Edhe ne, ju quam një sinjal shqiptarëve që ne shumë flasim, mirë po asgjë nuk bëjmë nëse na marrin ato në qeveri. Do me thënë, ne edhe BDI-ja tani ka fillu, I shën disa zgjidhja që zgjidhje territoriale, a di pse. Mirë po deri në ditën sa ta merr kryeministri në qeveri. Ditën kur e merr në qeveri dhe harron, thotë, kjo është, ne duam Maqedoni qytetare, ne duhet stabilitetin e këtij shteti. Do me thënë, këta, pala Maqedonase e lexoj se këtyne ju kujtohen zgjidhje tjera, vetëm kur janë në qeveri. Merrin në qeveri, këto e harrojnë edhe nënën e vet. E harrojnë edhe adresën e shtëpisë. Në këtë kontekst, kur ishte të përfaqësimi në qeveri, Arben Taravari, I cili sapo doli nga qeveria, deklaroi që shqiptarët s'kanë qenë më keq ndonjëherë të përfaqësuar në qeveri. Po, ka drejt. Tani e kuptoi Taravari. Po shini, tani, të merremi vesh, ne nuk I dim gjitha, dhe unë nuk I kam ditë gjitha gjithmonë. Njeriu ndonjëherë I kupton gjërat kur përballet me disa realitete, se barë për vetë unë flas, unë s'kam qenë kurrë aq vizionar edhe aq I mençur. Unë ka një të vërtetë. Prej 94 se them që nuk mundet, në Shqipëri nuk ka drejtësi përderisa buxheti zgjidhet ashtu si votohet ashtu si votohet me shumicën e votave. Do me thënë, se gjithmonë ai aty të damton, nuk finanson për komunat. Ka një palë të diskriminuar. Do me thënë, gjithmonë prej 94 se kam thënë që në këtë, nëse në kushtetut nuk zgjidhet edhe problemi që prej 3 funksioneve më të larta shtetërore, një gjithmonë që takoj shqiptarëve, gjithmonë do të kesh probleme. A do ta zgjedhim, nuk e votojmë, do e votojmë.